Në fakt, nëse ka diçka që dhe vetë Zoti e respekton, është liria e njeriut. Pjesa parë e Biblës thot që kur krijon Adamin edhe Evën, kur krijon njerëzit e parë, çka bën? Zoti i lën të lirë, edhe pse Zoti e dinte se ato do të mund edhe të gaboshin. Por respekton. Do të shkonin në mëkat. E dinte se mund të shkonin edhe mëkat, por Zoti respekton lirinë e tyre. Dhe në këtë aspekt, brenda lirisë time, brenda lirisë tonë, horizonti nuk është me atë çka mund të bëj dhe çka nuk bëj. Por raporti dhe horizonti im është me të vërtetën. Kjo liri e imja vendoset në shërbim të zbulimit të vërtetës. Nëse i referohemi për shembull Sokratit, që është përpara Krishtit, mënyra se si shpjegon të vërtetën me artin e majeutikës, është pikërisht kjo raport dialogjik mes njeriut dhe të vërtetës për ta zbuluar. Dhe në këtë kontekst, liria ime në shërbim të kujt është? Nuk është në shërbim ose nuk i shikoj si raport të asaj çfarë mund të bëj dhe çfarë nuk mund të bëj. Çfarë jam i prirur e kam dëshirë, nevojë, mundësi ta bëj dhe çka nuk jam i privuar të bëj. Por raporti im është në raport me të vërtetën, me sa mund ta zbuloj, ta përqafoj dhe ta jetoj këtë vërtetën. Prandaj, objektivi kryesor i imi ose se thosh përqendrimi maksimal i çdo meshtari, i çdo katoliku, i çdo krishtianit, nuk është gjërat që nuk mund të bëjmë. Për shembull, personalisht refuzoj edhe nuk më duket shumë e drejtë kur përpiqemi ta predikojmë ose ta shfaqim besimin në atë çka mund të bëjmë dhe nuk mund të bëjmë. Shën Agustini, një teolog dhe filozof shumë i madh, thoshte duaj dhe bëj çfarë të dush. Pra, horizonti jonë cili është liria, e vërteta dhe dashuria. Dhe besoj se në këtë horizont, në këtë trekëndsh, kemi aq shumë për me bë, kemi aq mundësi për të vepruar, kemi një amalgam të jashtëzakonshëm me mundësi zhveprimit, sa që nuk besoj se do të shkojnë me nga dikuj se qa nuk dohet me bë. Marku, më bëri përshtypje kjo që tha që është e Shën Agustinit, por është shprehje paragjykimi, është slogan i sajuar, apo ka ndonjë bazë ajo që e dëgjojmë dhe e themi rëndom, kur duam të stigmatizojmë dikë, që i themi, po e bën si Prifti që thotë, bëj si them unë, po mos bëj si bëj unë. Në fakt, kjo është një shprehje që ju ashtë vesh, jo vetëm Priftit, por... Po flasim lirë dhe... Këtë lirë, tamam si që thotë për ta zbritur pak në tokë, të ikim nga e mistershmja për të ardhur tek... Eksakt, nga homonja. Në fakt, është një diçka që shpeshar e në gjoj. E ka thonë Prifti, ka thonë Hoxha, ose janë disa veshje, për shembull, dëgjoj disa shprehje që thotë, ka thonë Krishti që ato në Shkodër, po them kështu dialog për ta justifikuar, për ta bërë më të besueshme një gjë. Një gjë, ka thonë Krishti që veçilat e mi do të ma prishin fen, apo kanë thënë që meshtarit shifin meshin dhe pastaj kthej shpinën. Janë të gjitha këto shprehje që në radhë parë janë vërtet shumë komike, sepse të gjitha këto nuk gjenden askund dhe në asnjë vend të shkrimit shajt, apo të asaj që është baza, po themi teologjike e interpretimit edhe të jetës tonë. Gjëja e dytë, të gjithë këto gjëra që janë vesh Priftit, apo në të gjithë përfaqësuesit komunitete fetare, figurave, vinë si fryt ose si do të thotë si kulm i një pune të jashtëzakonshme që është bërë gjatë 45 viteve propagandë ateiste, komuniste. Besoj kjo duhet jetë më e hershme se sa kjo frazë që thashun se sa produkti propagandës komuniste për ta stigmatizuar, sidomos Priftin në sytë e qytetarëve.